Qysh mirujt kur nuk dojnë me të pa me sy, thot farefisi, pa i ba, thot asnjë gjë. Allahu i lartësuar na porosit në Kur'an që me rujt lidhjet me fisin. Profeti a.s. na porosit në hadithet e tij që me rujt lidhjet me farefisin. Dhe rujtja e lidhjeve me farefisin nuk është kur ata i ruajnë, por kur farefisi mundohen me i shkput, ti është ti që i ruan lidhjet me ta. Dhe pa tjetër, përpjekja për të rujt lidhjet me farefisin të kthehet në mirësi ty qysh në këtë botë. Pra vjen në një hadith profetit a.s. se kush do që të ketë, si thon, bereshet njët, ose jetë gjatësi, dhe të ketë bereshet në risk. Pra men arada an yubsata lahu fi rizqihi, kush do që të ketë bereshet, thot profeti a.s. në riskun e tij, dhe të ketë jetë gjatësi, të ketë bereshet në jetën e tij, le t'i ruaj lidhjet me farefisin. Kështu që ti nëse e bën diçka, e bën për Allahun e lartësuar, pra me arrit kënaqësinë e Zotit gjatësisë. Dhe dihet që pra lidhjet farefisnore janë të lidhura me arshin e Zotit gjatësisë. Dhe janë lut, pra një lutje Zotit gjatësisë, që o Zot, ruaj lidhjet me atë që i ruan lidhjet me mua, dhe shkputi lidhjet me atë që i shkput lidhjet me mua. Kështu që besimtarja përpiqet me i rujt lidhjet me farefisin. Dhe këtë e bën për të arritur kënaqësinë e Zotit gjatësisë. Dhe është një ndër shkaqet pra që njeriu t'ia mundëson me hyrë në xhenet, dhe ne e duam xhenetin. Kështu që besimtari dhe besimtarja, edhe pse ndoshta farefisi nuk interesohen, besimtari dhe besimtarja interesohet.